Pas shumë betejave të drejt për drejta me forcat serbe dhe fitore që shënoi ushtria çlirimtare e Kosovës, lufta u përqendrua kryesisht në frontin politik. Kështu, ushtria çlirimtare e Kosovës u bë faktor i rëndësishëm jo vetëm ushtarak e politik. Ushtria çlirimtare e Kosovës, sipas shumë analistëve ushtarak dhe historianëve, ishte projekti më serioz në shkallë kombëtare, nga se ajo arriti të bashkojë të gjitha shtresat e popullit në luftë për çlirim. Në këtë mënyrë, UÇK-ja fitoi edhe legjitimitetin ndërkombëtar. Lufta e drejtë e popullit shqiptar të Kosovës, e sidomos vizioni i qartë i udhëheqjes politike të UÇK-s, e ktheu vëmendjen ka zhvillimet në Kosovë dhe shumë shpejt fitoi edhe mbështetjen e opinionit dhe të faktorëve relevant ndërkombëtar. Ne kemi arritur që pikrisht në sajt e angazhimeve tona operative drejt për drejt në Kosovë, në sajt e këmbgulësisë për të vazhduar rezistencën dhe avancuar gjithnjë e më tepër në shkallë më të lartë, kemi arritur që të bindim opinionin ndërkombëtar se çështja e Kosovës është një çështje e ndërlikuar për të zgjidhur dhe mjaft e ndijshme, por edhe që kërkon zgjidhje të drejtë dhe të shpejtë. Ne fillimisht vëmë kontakte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Ne kemi qenë mjaft të hapur në këto kontakte, të sinqertë dhe shumë parimor. Më kujtohet takimi parë në nivele zyrtare me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne ju kemi deklaruar hapur se ju bashkëpunoni me të gjithë në rajon, por shqiptarët i keni partnerin më të sigurt, më të sinqert dhe më besnik për realizimin e standardeve perëndimore në rajon, dhe lufta jonë është e drejtë dhe kërkojmë mbështetjen tuaj. Pushka e ushtrisë çlirimtare të Kosovës jehoi në mbar botën dhe kështu solli në Dragobil të Marishevës edhe diplomatët perëndimor për të biseduar me përfaqësuesit e saj politik. I'll need you to do this for the introduction, Saeed. This is Commander Chelle. Right. Which one? The officer standing in the door. He's the zone military commander. Okay. Bisedum, një bisedë mjaft e gjatë, mesaj mjaft e fryrshëm, me shumë interes, se megjithatë pola amerikane, faktor ky me ndikim, jo vetëm për Kosovën, e njeh faktorin UÇK dhe bisedimi do të vazhdojë. And that we need them to participate in this process. Duhet të marrim pjesë në procesin e zgjidhjes paqësore të problemit të Kosovës. Ne kemi qartësuar qëndrimet e diplomacisë amerikane para shqiptarëve dhe jam optimist se ata e kanë kuptuar porosinë. Internal machinations of who's on top. Underline the urgency of the situation, which was expressed by the EU foreign ministers this past Monday. Për shkak të gjendjes aktuale në Kosovë dhe ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë theksuar domosdoshmërinë e gjetjes së zgjidhjes politike të problemit të Kosovës. Besoj se do të arrijmë që të bëjmë kthesë pozitive. Kemi zhvilluar takime të një pas njëshme edhe në Kosovë edhe jashtë Kosovë me ambasadorin Holbrooke, pastaj me zotin Gelbard, gjithashtu edhe me ambasadorin Hill, por edhe me shefin e diplomacisë evropiane të
në atë kohë zotin Wolfgang Petritsch. Roli i zotit Petritsch është një rol, mund të them, shumë i rëndësishëm që edhe komuniteti evropian e kuptoi drejt situatën dhe u vu në mbështetje të interesave thjesht të qytetarëve të Kosovës. Shteti shqiptar ka qenë i angazhuar fort rreth legjitimimit të luftës, ose më mirë të themi rreth vënies së ngjyrës që i përkiste kësaj lufte në Kosovë. Me gjithë vështirësitë që kishte Shqipëria, me gjithë problemet që i kishte edhe brenda territorit të saj për shkak të veprimit shumë herë të pakontrolluar nga ana e UÇK-s, edhe brenda Shqipërisë, ajo ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm për çështjen e Kosovës, do të thotë ka qenë e angazhuar qeveria, presidenca, shërbimet qeveritare në përgjithësi, të cilat merren edhe me diplomacinë e fshehtë dhe me atë publike, dhe mendoj që në një formë ose në tjetër, konform mundësive që ka pas shteti shqiptar, ka dhënë më shumë se që ka mujtë. U krijuan rrethonat e përshtatshme në atë kohë të rëndë për Kosovën që te kemi mbështetjen e parë në historinë e popullit tonë, mbështetjen e perëndimit, një mbështetje politike, humanitare dhe ushtarake. Lufta e drejtë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, gjaku i dëshmorëve të lirisë e të martirëve dhe animimi i interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës i bën shqiptarët faktor të pashmangshëm në konferencën ndërkombëtare për Kosovën në Rambouillet të Francës, që u mbajt prej 6 deri më 24 shkurt 1999. Edhe organizimi i konferencës në Rambouillet që erdhi si rezultat i rezistencës së drejt për drejt të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kuptimit të drejtë të ndërkombëtarëve ndaj zhvillimeve në Kosovë. Ishte një konferencë shumë e rëndësishme, shumë e vështirë për ata që morën pjesë në konferencë dhe ata që zhvilluan kontakte me diplomat gjatë kësaj konference. Nuk ka dyshim se konferenca ndërkombëtare për Kosovën në Rambouillet nuk do të ishte organizuar sikur mos ishte paraqitur ushtria çlirimtare e Kosovës dhe sikur kjo ushtri mos kishte filluar luftën për mbrojtjen e të drejtës natyrore të popullit shqiptar në Kosovë që të jetojë aty ku ka jetuar me shekuj. Ne e dim, jemi dëshmitar se çfarë përpjekjesh kanë bërë faktorët ndërkombëtar më përpara që të arrijnë një marrëveshje mes palës shqiptare dhe palës sërbe në Beograd apo edhe në Prishtinë, duke mos e lëkundur dukshëm statusin kushtetutar juridik të Kosovës në Jugosllavinë e mbetur. Janë dy faza të paraqitjes së problemit të Kosovës në vitet e 90-ta, është faza është e quajtur paqësore dhe faza është e quajtur luftarake apo ushtarake. Ne mendojmë që duhet jemi real dhe të themi që të dy periudat kanë luajtur rolin e vet. Ne ta zëmë sikur të mos provonin që në mënyrë pasore ta zgjidhin problemin e Kosovës, nuk do ta kishim justifikimin për përdorimin e elementit ushtarak në 97, 98 dhe 99. Prandaj këto janë dy pjesë të një procesi. Megjithatë, siç është konfirmuar fatkeqësisht edhe në rastin e Kosovës, tek krizma e Pushkës tek rezistenca armatosur bëri që çështja e Kosovës të ngritet aty ku është dashur të ngritet qysh në fillim të viteve 90-ta. Prandaj duhet të potencojmë rolin jashtëzakonisht të rëndësishëm të rezistencës ushtarake dhe të UÇK-s që Kosova të bëhet pjesë përbërëse e procesit të zgjidhjes së çështjeve në Ballkan dhe që Kosova të trajtohet për herë të parë si çdim në mënyrë të veçantë në një konferencë ndërkombëtare, në konferencën e Rambouillet. Negociatat në teori janë një çështje shumë komplekse, por në rastin e negociatave të Rambouillet mund të them se ishin tejet komplekse. Për faktin se aspiratat e popullit të Kosovës për pavarësi nuk garantoheshin apo nuk ofroheshin në atë projekt.
Mirë po ne me vedije se konferenca e Rambujës do t'i sjellë Kosovës një zgjidhje kalimtare, kemi pranuar këto bisedime, por i kemi pas disa kushte të cilat kanë qenë për ne të pakapërcueshme apo të domosdoshme, dhe ato janë që të ketë një zgjidhje kalimtare, por të lihet dera hapur për referendumin me të cilin do të përcaktohet statusi final i Kosovës, pastaj të definohet qartë statusi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si dhe që në Kosovë të vendoset NATO-ja si forcë e cila do të krijon sigurinë dhe paqen në këtë vend. Ne kemi qenë të vetëdijshëm që nga fillimi se në Rambuje ne nuk mund ta fitojmë pavarësinë e Kosovës, por edhe kemi shkuar që të mos kapitulojmë, por të fitojmë atë që mund të fitohej në atë kohë, dhe ne i fituam. Ne në atë kohë mendoj se fituam partnerin më të fuqishëm në botë, fituam Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Para delegacionit shqiptar në konferencën e Rambujës, dy kanë qenë çështjet kryesore. E para, çështja e referendumit, dhe e dyta, çështja e ruajtjes se në një trajt, në një formë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës pasi të nënshkruhet marrëveshja. Sa i përket çështjes së parë, çështjes së referendumit, duhet të theksoj se të gjithë anëtarët e delegacionit kanë qenë për referendumin dhe me pak apo me shumë në biseda me ndërmjetësuesit dhe me ministrat e punëve të jashtëm kur vishin takime me ne, kanë theksuar të drejtën e popullit të Kosovës që të njihet e drejta e referendumit pas fazës kalimtare 3 vjeçare. Këtu pra kemi qenë të njëzeshëm. Fatkeqësisht përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare e kanë kundërshtuar këtë kërkesë tonën pothuaj në vazhdimsi. Në saje të këmbënguljes së vazhdueshme të përfaqësuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe unë them, në saje të shtyrjes së konferencës edhe për një afat të dytë, mbajtjes konferencës edhe në një afat të dytë, është arritur ai tokfjalësh i njohur vullneti i popullit të Kosovës. Do me thonë, është pranuar që në një konferencë tashme pas fazës kalimtare të merret parasysh vullneti i popullit të Kosovës për statusin përfundimtar të Kosovës. Janë zhvilluar debate shumë të rëndësishme, shumë të vështira, dhe mund të them ndonjëherë kanë qenë edhe mjaft tensionuese. Mirë po përsëri në fund, duke parë diplomacia ndërkombëtare, këmbgulsinë tonë, arriti që të akceptoj edhe të drejtën tonë që në dokumentin përfundimtar të inkorporohet edhe formulimi se pas periudhës kalimtare 3 apo 5 vjeçare, qytetarët e Kosovës do të kenë të drejtë të shprehin vullnetin e vet për të ardhmen e vet të thjeshtë që do të ishte pavarësia e Kosovës. Ka patur një unitet plot rreth asaj se ushtria çlirimtare e Kosovës duhet ta ketë subjektivitetin e saj në kuadër të marrëveshjes, si një forcë e cila do t'i shërbejë Kosovës në planin e sigurisë. Siç e dini, grupi i kontaktit apo Bashkia Ndërkombëtare nuk e ka pranuar që me shkrim të përfshihet statusi kalimtar i UÇK-s në këtë marrëveshje, por ka patur bisedime gojore në mes të delegacionit Kosovës dhe përfaqësuesve të NATO-s, delegacionit Kosovës, përfaqësuesve të SBA-ve dhe gjithë anëtarëve të rëndësishëm të grupit të kontaktit, ku kemi marrë garanca gojore që UÇK-ja do të ketë një fazë të transformimit të saj, por nuk do të ketë shuarje apo demilitarizim ashtu siç propagandonin disa qarqe ndërkombëtare. Sikur mos kishte qenë këmbgulja e jashtëzakonshme e Hashim Thaçit në lidhje me këtë çështje, me çështjen e fatit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe sikur mos kishte qenë ajo shtyrja e konferencës edhe për afatin e dytë, mund të jetë se faktorët ndërkombëtar do të kishin marrë një qendrim tjetër. Ata megjithatë e kanë quajtur të arsyeshme që një këmbgulje të tillë ta kenë parasysh dhe ta respektojnë, kështu që është marrë qëndrim që ushtria çlirimtare e Kosovës në kushtet e paqes në Kosovë të transformohet në një forcë që do të ketë karakter të forcës në uniform, apo jo. Dhe kjo është një arritur po ashtu e rëndësishme e delegacionit.
rol të pazëvendësueshëm dhe rolin e rëndësishëm për arritjen e marrëveshjes ka luajtur thjesht sekretarja e shtetit Madeleine Albright, e cila na ka kuptuar drejt, veçanërisht përfaqësuesit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, në realizimin e kërkesave tona të parashtruara si domosdoshmëri për të arritur deri te marrëveshja. Dhe thjesht aty na kuptuan drejt, pas shumë vështirësive që kishëm fillimisht, apo mund të them deri në ditët apo orët e fundit të konferencës, sidomos rreth çështjes së kërkesës së ndërkombëtarëve për shkapërderdhjen e UÇK-s dhe kërkesës sonë për transformimin e UÇK-s në trupa mbrojtëse të Kosovës, në segment të sigurisë e Kosovës. Po, formimi i qeverisë së përkohshme ishte shumë i rëndësishëm për shkak se forcat politike, pavarësisht sa kishte atë kundërshtime, mos pajtime, forcat politike të Kosovës konsideroheshin për të formuar institucionin e tij kryesor, i cili do t'i drejtonte punët politike të Kosovës dhe më në fund i cili do ta drejtonte politikisht edhe luftën. Duke formuar qeverinë e përkohshme të Kosovës në kushtet e luftës, ne objektivisht tregonim konsolidimin ton dhe tregonim një pjekuri politike. When this peace conference began. For the time being, it seems the two sides cannot be brought any closer together. Është çast historik për popullin e Kosovës arritja e një marrëveshje për zgjidhjen e përkohshme. Prania e forcave të NATO-s të Kosovë ka qenë dhe mbetet elementi thelbësor i gjithë qëndrimeve tona. Kjo prani siguron edhe evolimin e mbarë të obsesioneve të mëtejshme në Kosovë, që do të finalizohen sipas deklaratës së sekretarës amerikane të shtetit Madeleine Albright me një mbledhje ndërkombëtare për Kosovën, bazës cilës do të jetë vullneti i shprehur i popullit shqiptar, opinioni i autoriteteve të pesh, përpjekjet e çdo pale lidhur me implementimin e kësaj marrëveshje dhe akti final i Helsinkit. Do të bëhet nënshkrimi i kësaj marrëveshje, por është një ngjarje mjaft e rëndësishme për Kosovën. Marrëveshje globale dhe politike dhe ushtarake për Kosovën, për implementimin e saj në Kosovë. Nuk ka gjë në këtë marrëveshje e nuk ka forcë fund që mund të pengojë kosovarët të mbajnë referendume. Ky është një qendrim i cili është i mbështetur plotësisht edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne Rambuje kemi qenë të obliguar ta çojmë zërin e popullit të Kosovës, kemi qenë të obliguar ta çojmë zërin e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe e kemi quar mirë në atë konferencë ndërkombëtare për Kosovën, në të parën konferencë që populli shqiptar i ka përfaqësuesit e vet aty. Ne nuk kemi shkuar me iluzionet të mëdha se nga Rambujeja do t'ja kthejmë pavarësinë Kosovës. Pavarësia e Kosovës varet nga lufta jonë, vendosmëria jonë për të luftuar për liri, për pavarësi dhe për demokraci. Shpresojmë që në të ardhmen me një organizim dhe një bashkim të forcave ushtarake dhe politike të Kosovës, populli i Kosovës të realizojë aspiratin e tij, lirinë dhe pavarësinë. Këtu para jush e kam thënë që nuk jam dakord që të shkohet në Rambuje, sepse platforma që na ofrohet nuk i plotëson as kushtet minimale dhe kërkesat minimale që shqiptarët të mund të fitojnë dhe të shpërblehen për rezistencën e tyre dhe për të drejtën e tyre që kanë. E ardhshmja do të tregoj se krejt ky projekt ka qenë i gabuar,
ka qenë i pavend dhe se nuk mund të veprohet në këtë mënyrë si po veprojnë disa nga vllazërit tonë, disa nga ata të cilët do duhej të mbronin ushtrinë tonë heroike e cila luftoi dhe po lufton. Nuk do të guxonin që ata të bëhen ata të cilët do ta dorëzonin, do ta mobilizonin, do ta flijonin ushtrinë tonë, duke bërë atë që të desh uniformat, të dorëzoj armët për një diçka e cila është krejtësisht e pasigurt dhe e cila do ta lërë popullin shqiptar pa kur farë mbrojtje. Edhe kam bindje se Kosovës, edhe Ballkanit, edhe kësaj treve, i duhet ushtria shtirimtare e Kosovës, jo vetëm për ta fituar lirinë, po i duhet për ta mbajtur gjallë dhe për ta mbrojtur shtetin të cilin ne po krijojmë. Dhe ushtria shtirimtare e Kosovës nuk mund të eliminohet, nuk mund të likvidohet, nuk mund të dorëzohet, nuk mund të qarmatoset, sepse kjo do të ishte në kundërshtim me intereset e popullit shqiptar dhe jo vetëm popullit shqiptar. I'm Ambassador Powers from Bonn, Germany. We had great help by daily newspapers. Ne dhe ju falenderojmë për angazhimin e juaj. Në përgjithësi, qëndrimi i ushtrisë, po sidomos i popullit në këtë drejtim është mjaft pozitiv. In general, the standpoint of the KLA and what's more important of people is very positive about the document. Pasi gjithë ne e kuptona si një përgatit periudhën edhe zgjidhjen e përhershme të statusit politik të Kosovës. I too believe that this interim document provides for a very firm base. Edhe unë po ashtu besoj se ky dokument për periudhë kalimtare do t'ju mundsoj një bazë të fortë. But that it can only work if we have a very strong international NATO presence here. Mirë po që mund të ketë sukses vetëm nëse e kena një prezencë të NATO-s këtu. I do not see a future for KLA in uniform. Nuk e shoh armërinë e UÇK-s në uniform. The military part has been explained to you. Me siguri se ju kanë shpjeguar pjesën ushtarake. As a fighting force, you will be disbanded. Si forcë ushtarake, si forcë luftarake, ju do të duheni të tërhiqeni. You will be disarmed. Do të duheni të çarmatoseni. And you will have to do what most of us do in our daily lives. Dhe ju do të duheni të bëni atë çka edhe na e bëjmë në jetën tonë të përditshme. Live and work as a civilian for your own country. Do me thënë të jetoni dhe të punoni si civil për shtetin e juaj. Nëse thuhet se nuk e paramendoj UÇK-ja të jetë në uniformë dhe armatosur. If it predicts that KLA should not be at uniform and armed, unë them një gjë tjetër. I would like to say something else. Sepse unë Kosovën dhe popullin e saj nuk e paramendoj pa një ushtri. Because I don't see Kosovo and its people without an army. Sepse tashmë e ka njësitë e veta. Because KLA has its units already. Ka hierarkinë e vet. And it has a hierarchy. Dhe si një ushtri shumë e re. And as a very young army. Ka arritur shumë në profesionalizimin e saj. Has achieved very much on the being very professional. Që krahas kësaj kemi edhe obligim dhe detyrë ndaj adhëut. So apart from this, we have duty and we are obliged towards our motherland. Dhe jemi vetëm një shpresë e këtij populli të vogël. Edhe ne ndim veten sigurt me prezencën e NATO-s. We would feel the same way by the presence of NATO. Por megjithatë, edhe ne duhet të jemi si Austria ta kemi ushtrinë tonë, sepse Austria ka ushtrinë. But after all, we would like to be the Austria to have our own army. Sepse ne jemi të vetëdijshëm që NATO nuk do të rrijë gjithmonë këtu. Because we are very conscious that we cannot have NATO forever here. Dhe këtij populli duhet patjetër një forcë mbrojtëse. And these people need a protective force. Ne kemi kapur armë, kemi marrë armët për çlirimin
dhe Kosovën e pavarur, të sigurisht e keni qartë. You probably know this, that we grabbed our arms for the liberty and for the independence of Kosovo. Dhe ne kishim shkuar në Rambuje jo të kapitulojmë, por të fitojmë. Kështu që kërkesat tona, cilat i parashtruam ne, nuk mund të hiqnim dorë pavarësisht për presioneve të ndërkombëtarëve të cilat edhe nuk munguan. Mirë po ne nënshkruam atër ku realizuam objektivat tona, ku realizuam transformimin e UÇK-s, njohjen e drejtës së qytetarëve të Kosovës për shprehjen e lirë të vullnetit e vet përmes referendumit dhe që çështja e Kosovës të zgjidhet pas periudhës 3 apo 5 vjeçare, gjithashtu që Kosova të ketë kushtetutën e vet.